Forcat ruse që luan një breshëri me qindra dron dhe raketa kundër Ukrainës gjatë natës së endes, duke synuar disa qytete dhe duke goditur objektiva civil dhe infrastrukturë energjetike. Qyteti Nizhinit në rajonin verior u bombardua intensivisht në orët e vona të së mërkurës. Zyrtarët vendas thonë se disa vendbanime u goditën nga një val dronësh rus, duke filluar në orën 7 të mbrëmjes sipas orës lokale. 2 persona u plagosën dhe u dërguan në spital si pasojë e këtyre sulmeve. 2 ndërtesa banimi dhe disa automjete u dëmtuan gjithashtu. Njësitë e reagimit ndaj emergjencave thonë se çatia e njërës për ndërtesave të synuara u shemb pjesërisht, duke kompromentuar integritetin e saj strukturor dhe duke bërë ndërtesën një rrezik për banorët e saj. Ndërkohë Zelenski i cilësoi sulmet si terroriste dhe kërcënimin rus dhe bëri thirrje për presion të mëtejshëm për të detyruar Kremlinin të ulet në tryezën e negociatave për t'i dhënë fund luftës së vazhdueshme, e cila tani ka hyrë në nivelin e saj të 4.